Kur mos i lani këto ushqime para se t'i gatuani. Sigurisht pothuajse çdo gjë që ham edhe e lajm përveç ushqimeve të përpunuara, por larja e disa produkteve mund të ketë ndikime negative për shëndetin pasi mund të shkaktojë infeksione. Sipas zbrejtësait, këto janë ushqime të cilat nuk duhet t'i lani përpara se t'i gatuani. Pula. Mjekët infektolog këshillojnë të mos e lani kurrë pasi bakteria që gjenden në lëkurën e saj, Salmonella, mund të përhapet kudo në kuzhinën tuaj. Mishi i kuq. Ekspertët e shëndetit dhe konsumatorët ndahen në dy kampe. Nga njëra ana janë ata që këshillojnë ngrënien e tij pasi është një burim i shkëlqyer i ekurit, dhe në anën tjetër janë ata që ndalojnë ngrënien e tij, duke konsideruar si të dëmshëm dhe shkaktar të disa problemeve. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ekspertët, sipas zbrejtësait, nuk këshillojnë ta lani mishin përpara gatimit. E njëjta gjë këshillohet edhe për kërpullat pasi do të humbasin vlerat e tyre ushqyese.